Mamma mia, çfarë garën e Imola në rundin e 7 këtij viti në Formula 1. Mas pari du të me cej që ka shku hala kom puna e kuma of treja nga Pirelli. Su një bish një fije sa ga qëndrojnë edhe qfar performance kanë. Ka pas edhe momente tragjike që kanë gjasu me një ras në gjashën para eksakt 30 vjete po eksakt njëjtën pistë në Imola ku e ka hup jetën legjenda Ayrton Senna. Mirë po Tsunoda ishte fatlum edhe nuk pat lëndime e trona. Po s'ka fajin grote aj nuk shes sen. Në kualifikime arriti Piastri para Verstappenit për vetëm 34 qintat e Russell vend tret me gumat mesme para Norrisit. Po Ferrari edhe këtë vikend na ka ofru show ku nuk arritën as në rundin e tretë kualifikimeve ku kanë startu prej vendet 11-12. Në startin e garës ka ndodhur diçka shumë interesant. Verstappen nuk e ka pas startin e mirë ku edhe Russell ishte ofër me kalun kthesën e parë e tani në zonën e frenimit na ka befasu ketëve e sidomos Piastrin ku pej këtij momenti Verstappen nuk e ka shumë vendin e parë që të më thonë Red Bulli ka pas sukses me update. To lodhi e madhe u bo prej rundit 11 ku Leclerc hinin bokse edhe McLaren mor lakmi për undercut ku e shtënën edhe Piastrin për gumat forta ku shpejt u vrej që u kon vendimi gabum se ka ron kolon e u desh mas pari me bo shumë të i kalime ku e hargjoj performancën e gumave. Tani ka pas të lovia pet, njëherë me safety car virtual, tani edhe me safety car normal, plus Ocon edhe Antonelli patën defekte, ku në këtë rast përfitoj Verstappen me një box papare edhe hupi Leclercu ku për to spat më gumat fresta. Në këtë lovi përfitoj edhe Hamiltoni ku në duelin e Leclercut me Albonin, Leclercu e shtini me brylan zhavar, ku në fund Leclercu përfundojnë venin e 6 se u desh me alshu venin Albonin për shkak brylav e Hamiltoni me gumat freskta veç e pat kalu për vend 4. Piastri për fund mo nuk pat gumat mira ku ran vend 3 e Norrisi e kaloi për vend 2. Verstappeni përfundojnë venin e parë pa kur fart telashe. Tabela u bo kogja interesant të këshyrum qa po ndodh javën tjetër në Monaco. Tash po më intereson menimi juve kush shokon shoferi i javës. Për menimin tem është apet Alex Albon me Williams në venin e best.